Globalistët duan që tamam Osman, Shqipëria është caktuar vend eksperimental. Fatkeqësisht. Dhe Shqipëria është vend eksperimental. Nëse bëhet reforma në drejtësi nuk u bë me asnjë vend tjetër dhe nuk e lejuat bëhet me asnjë vend tjetër përveç Shqipërisë. Çdo eksperiment që do kjo botë për të bërë është Shqipëria. Shqipëria sepse duke qenë një vend që në fatkeqësinë tonë konferenca e Jaltës e la rrugë kalimi, as lindi as perëndim, po thamë le të jetë aty rrugë kalimi. Dhe ngelimi derisa të bëhet një konferencë e dytë, kështu do ngelimi rrugë kalimi. Por ka një bazë më të fortë sepse kemi pas diktaturën më të fortë në Europën juglindore. Dhe duke pasur një diktaturë më të fortë dhe ka ndodhur ajo që s'ka ndodhur në asnjë vend tjetër, në një vend që u vra elita e këtij vendi dhe u zëvendësua me këto intelektualet e famshëm, me bijtë e partisë apo me ndërtimin e njeriu të ri. Pra sot kemi njeriu e ri në skenë, atë që diktatura ndërtoi, ata janë tash në skenë, njeriu i ri. Dhe duke qenë në këtë lloj forme, gjithmonë kërkohet një pik bazë. Dhe pika bazë, nëse ishte në Hungari, iku nga Hungaria, shkoi qendra e Sorit, shkoi në Gjermani, pastaj nga Gjermania në Serbi dhe tash nga Serbia do të vi këtu. Dhe ndërtimi i gjithë këtyre kullave që ju shihni, që janë totalisht të pashitshme, këto janë zyra dhe qendra të cilat do bëjnë Sorosianët do t'i ndërtojnë. Dhe ata e duan një vend të tillë. Dhe vend më të bukur se sa Shqipëria dhe më të mirë se sa Shqipëria nuk ka ku gjej. Pse? Se kemi qenë në 90-ën, mos harroni, kemi qenë 4.200.000 banor, sot jemi 1.800.000. Statistikat e nxjerrin, por banor që jetojnë në Shqipëri nuk janë më tepër se 1.800.000. Dhe ky vend i cili është i populluar, është terren të hapur, ky është një nga vendet më të mira që Sorosi të ngulitet, duke pas parasysh Sorosi ka kap politikën shqiptare për 30 vjet, majtas dhe djathtas. Nuk ka punuar vetëm majtas si në vendet e tjera, si vendet e tjera që punonte vetëm tek e majtas, synonte dhe bënte. Në Shqipëri ka gjetë terrenin majtas dhe djathtas. Djathtas janë të djathtas për qytet, tash për efekt të emisionit të dëgjuar djathtas, majtas dhe djathtas. Pra brenda kësaj partie është majtas dhe djathtas. Mos harrojmë se në 2005-ën kopi ishte Sorosi komplet. Komplet Sorosi. Edhe ajo mbahet një nga gjërat më të mira që ka bërë PD apo? Po, tash më e mira për një parti të qendrës më e mira mund të jetë, por për mua si racional nuk është e mira. Po për ata mund të jetë e mira, dakord, unë kam asnjë lloj. Kas për hapjen e partisë. Po nuk është hap partia kur. Edhe ka jetin të kontrolluar. Partia Demokratike nuk është hap. Partia Demokratike ka emrin. Po ti vjen një re, nëse një person e nxjerr Sali Berisha për jashtë, ai person kapet në gur. Në momentin që ai rikthen Sali Berisha, ai pritet me lule. Pra nuk është hapi partie kjo. Funksionon e djatha në këtë lloj forme, ku është hap partia në ç'vend? Ma thoni ku? Atë që unë kërkova, që i thash të bëjmë fraksionet brenda partisë, sepse fraksionet janë ato që bëjnë. Dhe partitë e djatha funksionojnë me fraksione. Ta thonë do bëjmë primare, pra teoria të djathtës, do bëjmë primare, po pa fraksione. Po në primare konkurrojnë fraksionet. Nuk konkurrojnë individet e caktuar nga partia. Dhe pastaj i fut në garë, pastaj thot ky do fitoj, pastaj thot dëgjoj, fitove ti po jo, që ti s'më pëlqen mua. S'është e tillë. Dhe prandaj po them, nëse tek e Majta e kam programin e saj. Merr njerëz, le nga çukën e bie prap.
aty i bo mësim ke shkolla partisë, shkolla partia është vetëshi. Hajde ti, se ignoranca më e madhe, ti të zgjidhesh për deputet dhe pastaj të mësosh ti se çfarë është deputeti. E kupto? Pra, këto edhe ky quhet politikan. Atë që unë i kam thënë këta në momentin që marrë një karton deputeti, e fusin në xhep, atë ditë ai thotë unë jam politikan.